Ne kemi dy laboratore të cilat janë ndërtu përmes përkrahjes së Bashkimit Evropian e krijimit të materialeve digjitale, e cila mendoj për Kosovën tash është një çështje shumë relevante. Në aspektin profesional ka qenë një ngritje goxha e lartë. Bashkimi Evropian ka qenë përkrahësi kryesor i zhvillimit të Fakultetit të Edukimit, po ashtu mund thuhet edhe për sistemin e arsimit lartë në Kosovë. Edhe pse të gjitha projektet kanë qenë në baza konkurruese dhe në bazë të vlerësimit të kredibilitetit dhe ideve që ne kemi prezantuar, megjithatë mund të themi që përkrahja që është dhënë Fakultetit të Edukimit është e pazavendësueshme dhe ka pas një ndikim të jashtëzakonshëm në zhvillimin e institucionit. Ne kemi dy laboratore të cilat janë ndërtu përmes përkrahjes së Bashkimit Evropian. Laboratori për edukimin për STEM, që ka për qëllim që studentët që janë në gjendje të përgatiten për integrimin lëndor në mes të shkencës, matematikës dhe teknologjisë, të bëjnë lidhje në mes të teorisë dhe praktikës dhe studentët janë në gjendje të idetë e tyre të zhvillojnë nga ideja deri në realizim, duke përfshi edhe mundësinë e krijimit të materialeve digjitale, e cila mendoj për Kosovën tash është një çështje shumë relevante, duke ditë edhe vështirësitë që kemi me tekste mësimore, duke ditë edhe me cilësinë e munguar të materialeve mësimore në shkollë. Pra, një student i joni sot nuk është as pak i diskriminuar me një student në një sistem më të zhvilluar të arsimit, nëse marrim dimensionin e përvojave të tyre ndaj ekspozimit të mundësive për zhvillimin e teknologjisë në procesin mësimor. Dhe karakteristika e dytë është që kem pas një projekt inovativ që është bërë për herë të parë nga Universitetet e Kosovës, ku Fakulteti i Edukimit ka qenë partner në zhvillimin e një programi të përbashkët master në kuadër të programit të Bashkimit Evropian për hartimin e programeve Erasmus në katalogun që ofrohet të gjithë studentëve nëpër botë. Këto programe janë programe që ofrohen me diplomë të përbashkët nga më shumë se 3 universitete dhe në këtë rast ne kemi qenë si udhëheqës i këtij projekti. Me fjalë të tjera, kjo përcakton edhe një standard të ri përveç përfitimeve. Këto projekte kanë edhe rëndësinë që përcaktojnë edhe rrugën e zhvillimit të sektorit të arsimit lartë. Pas përfundimit të semestrit atje, ka qenë një rritje jashtëzakonisht e madhe profesionale, për shkak që kom ditë se çfarë vendit punës du me punu, po të njëjtën kohë edhe kur një punëdhënës se ka marrë CV-n tim para dorës, e ka pa që kjo ka shkëmbim internacional, ose veç e din me i dallu idejat e reja, din me jap diçka më të re, ose ndryshe në kompani. Kështu që në aspektin profesional ka qenë një ngritje goxha e lartë, kisha me thonë, po edhe më ka bu me arrit këtu ku jam.